Vllaznia ka vijuar lëvizjet në merkaton e verës duke zyrtarizuar largimin e mbrojtësit Melos Bajrami dhe prezantimin e afrimit më të ri mes fushorit Randy Djumfor. Pas 2 sezonesh me fanellën kuqe-blu, Melos Bajrami mbyll bashkëpunimin me klubin shkodran. Në mesazhin e publikuar nga vllaznia, klubi e falenderon mbrojtësin për përkushtimin, seriozitetin dhe kontributin e dhënë gjatë kësaj periudhe, duke i uruar suksese në vazhdim të karrierës. Ndërkohë, kuqe-blut kanë zyrtarizuar afrimin e mes fushorit Randy Djumfor, i cili ka firmosur një kontratë 1+1 me të drejtë rinovimi. Pas eksperiencës në futbollin shqiptar me Skënderbeun, ai pritet të sjellë më shumë forcë fizike, dinamizëm dhe eksperiencë në repartin e mesfushës, me një largim në mbrojtje dhe një përforcim në mesfush. Vllaznia vijon ndërtimin e skuadrës në prag të sfidave në Ligën e Konferencës dhe sezonit të ri.